Ti pse po kruhesh apo? Në solidaritet krau. Dhe po them, janë fuqizuar deri në pikën që pavarësisht se edhe miqtë dhe kundërshtarët e Ramës i kontrollon qytetarë, kam përshtypjen se ka kaluar ai momenti që i kanë dalë nga kontrolli. Bushat. Enver Digja. Kjo është puna. Ore se ishim në stadium, pam që doli kontarja. E mbani mend Edi Rama vlla bëri debat publik në gjithë Shqipërinë që e kanë vizatuar unë bluzën e kontares. Jo, nuk dika 190 milion. Pra, këtu nuk kemi debat. Puna është ajo që mundua të preki Berati. Pa tjetër që Edi Rama është prezent në çdo grop të madhe që bëhet në Shqipëri. Puna është, ka kontroll mbi Edi Ramën apo s'ka kontroll? Dhe për të vazhduar me këtë fabulën e kontrollit, po ju them jo vetëm të shihni lajmet e gjithë televizioneve dje. Dje lajmi parë apo sot? Sa shor. Rama ke Marta Kos. Sot. U hapën ato, Shqipëria mbylli të gjitha ato. Lajmi dytë, Sali Berisha para derës Spakut. Pra, njëri pret tortën e Shqipërisë që marshon drejt Evropës dhe tjetri jep llogari për ç'është bërë Shqipëri këto 30 vjet. Puna nuk është se shkon Berisha në Spak, se patjetër Berisha duhet shkojë të pyetet për 21 janari. Problemi është kur rivali vet paraqitet 2 herë në Spak dhe njeriu që është në çdo grop milionshë as nuk e kalon pragun e Spakut, këtu është kot që të themi ka kontroll, se Spaku le të marri Erionin, le të marri Belindën, në qoftë se jep Ramën luksin që kundërshtarin e vet ta telendisi me Spak dhe këtë ta sublimoj që tjerët i vjedhin kumblla dhe dardha mbrapa kurizit, që këtu loja politike në Shqipëri ka marrë fund dhe Spaku është bërë një instrument që i thot shqiptarëve votoni për të pastrin ose për të pistin dhe në optikën e Spakut e pisët është opozita dhe i pastri Bushat, kjo është inxhinierim i mediave të afërta me pushtetin, pastaj sekvencimi historieve. Jo, se ti e di, dëgjoj. Jo, renditjen e lajmeve, domethënë që e jep parën atë. Mund ta japi, jo. Ti e di sa kritik jam unë me mediat. E di, po. Në këtë rast, ka kaluar ndonjëherë pragun e Spakut Rama, në këtë rast. Jo, se ka kaluar. Është pyet ndonjëherë. Ose Spaku nuk e dim që e ka kaluar. Mirë, po mos harroni gjë. Berisha për cilin vit po pyetet? Një sekond. 2011 apo? Jo, ka rëndësi. Rëndësi t'ja përgjigje dhe sepse ndoshta Rama më pyesin edhe mua që i bie në 2020-ën. Po nëse bëm që ta pyesin 2020. Do të thotë shifë pyesin po, domethënë për e para punës është kjo, njerë që konstatojnë faktin dhe sado kritiku t'jemu me mediat, ky nuk është rasti i mediave. Ja, renditja është e rëndësishme. Këtë në çdo pak a shumë edhe në i vend me mediat demokratike atë do thoshte. U mbyllën kapitujt, shefi opozitës paraqitet në Spak. Njëra mund ta japit parën, tjetër dy, po ishin lajmet e ditës, që nuk i shmangje dot. Kjo është e shmangen rastin e ministrës kur ishte. Po do t'i hysh pastaj. A u shmang rasti i Belës? Po doje t'i hysh që a duhet shkoj Berisha në Spak me vone? Po, patjetër. Por unë prap këtu me Spakun dhe me drejtësinë kam një problem. Që unë jam dakord, si që po ndodhë në Francë me Sarkozy, ka raste plot, kur ish pushtetar, japin llogari me shumë vonesë. Jam dakord, po tjetë ky standard. Puna me Spakun tonë është kjo, japin llogari ish pushtetar, Fatosnano i shkret në ndroj jetë pa kaluar në njerë në dyert e Spakut, me gjitha akuzat e mëdha korupcion. Kishte bërë burgun para dhënie. Apo japin llogari opozitar. Sepse po të shohësh, Spaku nuk është marrë kur me asnjë njeri që ka qenë ish pushtetar, po nuk është sot në opozit nga këta të opozitës. Pra, me qeverinë e Fatosnanos, ke në njeri që është marrë Spaku? Nuk është marrë. Zero.
Pse? Sa ka kalu pi qeverisë Fatosnano, sepse dhe ligji nuk po du me mbrojt, po janë disa vepra që edhe parashkruhen pas 20 viteve. Domethënë nuk mund për shembull, nuk mund, nuk kanë pas çat bën shkretës, janë parashkruar, e kanë dash. E kanë pas vullnetin, nuk është elegante, domethënë ligji është vetëm me kolegjisë. Sa shkos pak çesharake. Që këto vepra të këtyre që kanë para po ti për çfarë? Pjesëmarrje për shumë organizatë kriminale nuk parashkruhet. Po kon Fatosnano për organizatë kriminale. Vrasja dhe akuzat për vrasje, se nuk është elegante të flasësh për njerëzit. Ore dëgjom, është edhe një çështje shkolla. Është një gjë që nuk parashkruhet. Sepse po u kthym te Fatosnano, le të themi, po kthejmë edhe te Berisha ai parë. Domethënë ku është ai kufiri se dikun duhet mu tërheqni një vit. Apo atëre. Ose po shkojmë edhe te krimet e domethënë sa thellë. Të gjitha këto, edhe këto që them unë, edhe këto që thua ti janë hipoteza dhe supozim deri ku do të shkuar. Fakti është që SPAK ka shkuar te sa skalione të dyta e treta të Ramës, dhe te opozita, vetëm ke njerëzit që kanë qenë aktiv në opozitë. Ka rastin atëherë s'kishte SPAK, kishte prokurori. Për një gjë që sot akuzohet Ilir Meta, për financim parti. Kur ishte Lulzim Basha, kryetar opozite, i hapën çështja financim. Di sot ato çështje ta ndjeki më njëri, pse? Se nuk intereson Basha si kundërshtari Ramës, kështu që çështja nuk e hap drejtësia. Do me thënë, kjo është pabarazia e madhe, prishja e ekuilibrave, që gjithë kjo drejtësia re, jo vetëm SPAK-u, ka instaluar në skenën politike shqiptare. Dhe kjo, prandaj ta mora atë figurën se është më e qartë. Njëri jepet pritje tortë e njeriu që po shko përpara, tjetri ke dyert e SPAK-ut. SPAK-u e ka marrë përsipër këtë gjë dhe fatkeqësisht ne po i vuajmë pasojat e kësaj. Kalumen e qeverisje shqiptare të kalumen, ka shumë zyrtar, le të themi rangu dytë. Si rangu dytë? Po këta që po thënë rangu dytë e tretë, si Erioni, Belinda, ka ndodhur. Kur? Ka ndodhur. Që janë arrestuar se në arrati. Një sekond. Pse kemi bërë këtë debat në Shqipëri në një kohë kur drejtësia ka qenë po kaq e kapur sa sot. Në kohën e Berishës parë president. Në kohën e Berishës. Jo, unë po tham të pushtetit, domethënë të pushtetit. Ministri vetë guvernator Bankën këtej, i Dajet Beqirin po deshet i këtej, por nga ana tjetër kishe Gens Rulin, ministri i Berishës, Recep Pukën, ministri i Berishës. Përgjithshëm Masaxhin e shpallën kërkime dhe Dorta Burgosi. Ishin drejtësi që komandoi kokë këm nga Saliu, e gjitha. Dhe këtu bëhej njëjti debat që drejtësia e pavarur hadhe nga radhët tona, po në Burg ishte kryetari i opozitës. E kupton? Do me thënë, nuk është herë parë. Nuk është ekuivalente, e dinë edhe vetë, domethënë, me kjo çka ndodh tash. Nuk është ekuivalente. Nuk është ekuivalente. Është shumë ekuivalente për gjë. Berat. Okej. Se duhet pa gjonat, nuk bëhet krahasimi kokë me kokë apo emër për emër. Pra, ideja kush është? Që drejtësia në momente të caktuara vjet totalisht në shërbim të një pushteti. Mënyra se si e zgjedh, pastaj ndryshon. Kto që thotë po, mund të jenë statistika, mund të kesh drejt, asnjëherë s'ka pas kaq shumë. Por çfarë ndryshon kjo thelbin e drejtësisë vërtet në Shqipëri? Jo, ndryshon. Jo. Po nuk ndryshon, sepse logjikisht, nëse kapet një zyrtar i lartë, nëse hapet çështja e inceneratorët minimumi, Belinda nuk do thoshte anulloj atë vlla se kam i parandjenjë të keqe. Do thotë prit vlla se tu ka drejtësi,